Me këtë seancë që ka bëve të vendosë janë dy probleme. Para është që kur është vendosë rande i ditës së seancës konstituive, janë marrë vesh krejt. Aty ka qenë edhe vetë vendosë këtë partitët, janë marrë vesh që me votim të hapën që është bëjt gjithë kjo. Kryetari i kuvendit, po ka mujë që atërë me thonë për bojnë me votim fshet, po se kanë bo. Probleme me seancën konstituive krahasuar me seanca tjera është që në seancën konstituive nuk ka pika debati. Që i bie që ti nuk mundesh me propozu mocion për ndryshim të rendit ditës. Që ka bëve të vendosja zotit Deharin në këtë rast, është që i propozon me ndryshu rendin e ditës. Në seancën konstituive, proceduralisht rendit ditës nuk mund më ndryshu. Seanca tjera mund. Se që në seancë tjetër, ti mund është muqu qatë moment që janë një seanca, me thonë për shembull pikën 6 për shtymë si 8, ose për shtim pikën 5 para pikës 6 një temë të rëndësishme. Një zgjidhje duhet me kriju. Voton kuvendi, e pranon që shpo të ylli procedurën dhe vazhdojnë tutje, pa pik problemi. Po seancën konstituive, ti nuk ki drejt me propozu ndryshim të rendit ditës. Që tu është problemi. Se tash që kjo, nëse kuvendi vendos që tash me e këthy në votim fshet, i bjen që rendi ditës është ndryshu. E që në Po mirë, unë po thëmë që shkruaj regulloria koveç. Regulloria koveç, sepse seanca konstituive nuk llogaritet si seanca e rregullt. Çto do të më pas parasysh. Ato që vlejnë për seancat e rregullta nuk vlejnë për seancën konstituive. Mirë, pra mundet partia me vendos mos me votuj. Mos me qit votën kuti. Absolutisht. Jo, absolutisht. Qëre, nuk ka asnjë ligj e asnjë instancë që mund më ta detyru deputetin me votu. Asnjë hiç. Do me thonë, ja vetë vendosja ka bojkotu seanca ja s'di kush. Mikë tuk. Kena refuzu me marrë pjesë votim, kena bojkotu seanca, kena ndërprej seanca, njëherë me mikrofon, tani me filikoqa, tani me ujë, tani me vu, tani me gaz gjatë sjellës. I kena ndërprej seanca, dhe më thonë, lëvizjave të vendosje ka shku një hap tutje bojkotimit. Sepse bojkotim është me thonë, unë s'marrë pjesë, bëni që atë dëni. Lëvizjave të vendosje ka thonë, unë jo se jo me votu, po as tis ki drejt, që del pisavës. Po dhe se ka qenë pytje me adhon zednice. Në gjalla, Në gjalla, po. Interesi atëreut se ato leqet e otit nuk na kishin humbë me pas qenë burra. Pëlqen. Edhe e kanon zednicën, apo? Po edhe unë dalë. Ku më të ndalë e ki në marrëveshje? A pse, a ki zednica, po flitet ta? Marrëveshje e ki? O le, bre. Ka vjen për dalë. O ka vjen për jorit. Ka dalë, po dikur mërim. A s'po dëni më marrë me qëto, apo? Me seksizmi. Me qëtë pjesën e... Po, klutëm. Se ylli është marrë edhe visare me këtë tim. Klutëm, yllë. Kështu, qyret... Veç më dona me spjegu që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka bërë 2 propozime. 2 atë gra. Grojën, po. Po. Qenkën, Shqipe Selimi edhe Saranda Bugujevci. Kështu, do thot, na krejt izmat i bojna dhe i artikulojmë në politikën tonë, pa asnjë problem, nëse kemi telashe të interesit. Kur kemi konfrontime interesash, nuk kemi problem me konë edhe fashist, edhe seksist, edhe gjithë shka, por nuk janë generike këtu, nuk është që qëndrimi ndaj Albulenës është pse është gjinore.